Gjinë Frok Macaj, një ushtarak dhe aktivisti i legalitetit, gjatë viteve të luftës së dytë botërore në Shqipëri, do të jetonte për paradoks gjatë asaj periudhe lufte, vitet e fundit të lirisë së tij. Fal atij angazhimi do të përcaktohej mëtej gjithë rrugëtimi i jetës së tij në regjimin komunist. Ky fakt, i gërshetuar edhe me një lidhje krushqie në familjen e Bardok Bibës, do të bëhej shtys e një historie të dhimbshme personale, e cila do të trashëgohej edhe tek fëmijët dhe nipërit e mbesat e tij. Fakti se ai ishte dhëndri i Bardok Bibës nuk do ta shpëtonte atë nga burgu komunist. Do të arrestohej 2 herë. Herën e parë pasi ishte dorëzuar në besë tek kunati i tij Bardok Biba, pas shumë kohësh në arrati me forcat e rezistencës në mal, dhe herën e dytë pas vrasjes së Bardok Bibës. Historia më vonshme e tij është e mbushur me ngjarje të pabesueshme dhe mbikëqyrje e pandërprer, duke survejuar deri ditën që vdiq. Djali i tij, Pali, ishte rreth 4 vjeç në gusht të 1949-s, kur vritet Bardok Biba në Mirdit. Ai vit ka shënuar gjithë rrjedhën e tij të jetës. Babai do t'i burgosej për së dyti, nëna do t'i vdiste po atë vit dhe të qenit, bir i një armiku të popullit dhe njëkohësisht edhe nip i një daje si Bardok Biba, do ta mbushte jetën e tij me kundërshti dhe vështirësi të pafundme. Unë quhem Pal Masaj, i biri i Gjinë Frok Mac, nga fshati Uj Shtrez. Fshati im është i përbëm, nga ka marrë emrin nga fshati Uj, sepse janë lagët në Uj në përmes fshatit, edhe man emrin fshatin Uj. Është i përbëm nga 2 kraht, nga 2 fshatra, Lurth dhe Shtrez. Në 46-ën kemi qenë zbashku Uja e Shtrezi, po ishte fshat i vogël dhe e kishte emrin Uja, dhe Uj Lurth i thoshin. Mrapa Lurthi u shtu në shtëpiat edhe vetëm Uj Shtrez quhet sot. Në atë fshat të Mirditës, i cili do të kishte rolin e tij në ngjarjet e rezistencës kundër komunizmit, jati i Palit, Gjini, kishte mjaft influencë. Kjo për disa arsye, si shkollimi i tij në Itali në vitet 30, angazhimi dhe roli i tij gjatë luftës me forcat e legalitetit të Abbas Kupit dhe në fund të luftës pozicionimi në krah të Mark Gjomarkut me forcat e rezistencës antikomuniste. Ushtrinë e krejnë kohët zogut, baba. Gjyshem ka qenë gjendar i zogut. Baba shkoj ushtarë në kohët zogut, dhe atje u seleksionon nxënësit e mirë, si kishin dalë mirë, i bëni kërkesë dhe shkoj në Itali një kurs për dogan, në kurs doganier. Atje dul me rezultatet shkëlqyra, atje edhe erdhi në Shqipëri, edhe shkoj në Tuzë, nga Tuzi në Kuks, po në Dogan, në zonat kufitare. Nga aty shkoj në Tiranë. Në Tiranë atje u bë me partinë e legalitetit, me fjalë të Abbas Kupit. Ka qenë në mbrojtje të mbledhjes Mukjes, se apo mbledhja Mukjes ka qenë roje e atyne të delegume, si kanë bërë marrëveshjen. Aty ka qenë baba. Pali thot se pas asaj ngjarje në Mukje, e cila për fat të keq nuk arriti t'i mbajë në një front të gjitha forcat politike, pasi komunistët e prishën marrëveshjen, jati Gjini kishte qenë protagonist edhe në një ngjarje ku forcat e Abbas Kupit ishin përplasur me komunistët pas prishjes së marrëveshjes. Nga aty, atëherë erdhi puna që u bën dhe i përpjekje pat që në bon në përlat prosek, që bon luft aty, mi fjalë, edhe qeta Abbas Kupit, pat luftu kundra atyne partizanëve, e ta mi fjalë, edhe ky ishte me
qetë në Baskupit. Fundi i luftës e gjen Gjin Macajn në një situatë të vështirë, ku presionet dhe punët që nuk ishin në karakterin e tij e detyrojnë të arratiset në mal dhe të bashkohet me forcat e rezistencës antikomuniste. Ishin betuar që s'do ta lejonin komunizmin të deportonte në mirëditë dhe për këtë ishin gati të sakrifikoheshin. Historia jonë me luftën kundra nesh nga komunizmi një fjalë, ka fillu në 46-ën. Baba em pati kontakt me Mark Gjomarkun, ish ministri i punëve të brendshme të Italisë asaj kohe, edhe në kontakt me ta i ban disa akuza për i pistolet me dorëzu dhe nuk pat ku me marrat pistolet me dorëzu, edhe i tha, no dorëzo pistoletën, no burg dhe diktatur ke. Tha, s'kam ku e marr. I thot, shefi i degës brendshme, sekretari i pare, i thot, dorëzosh pistoletën, thot, ta bje unë i pistolet, jo thot, du filan pistolet, që ka numrin, kitë numër dhe ta ka dhuru Mark Gjomarku. Thot, s'kam ku e marr atë pistolet. Pra bën që të dush se na ta du pistoletën. Thas, unë tha, bën që të du, thas, po me më rath, një e me më fut në burg, thot, s'prendoj. Thot, vesh, ta shtë kalëgjeun se ta bje pistoletën. Edhe u arratis, edhe u bashku me Mark Gjomarku, që ishte i arratisur, atje me shokët e vetë atje, ne ti një vit i arratisën. Afër fshatit tonë. Atje ishte pylle, veni izolum me fjalë, as rrugë makine s'ka pasë, as gjanë ishte. Pas shumë muajsh duke rezistuar në atë zonë, Pali tregon se grupi i rezistencës, ku ishte dhe Jati me Mark Gjomarkun, kishin vendosur të lëviznin dhe të bashkonin forcat me grupin e Kolbib Mirakës. Por në atë përpjekje do të ndesheshin me një të papritur tragjike që do t'u përmbyste gjithë planet. Në fund herës vendosën një fjalë për të lidhë me grupin e Kolbib Mirakës dhe të Malësisë Shkodrës, me bashkëpunu me ta për të rëzu komunizmin. Kjo ishte ideja Mark Gjomarkut. Edhe në fshatin tonë ishte Mark Gjomarku, pra në pyjet e fshatit tonë ishte Mark Gjomarku edhe organizohën u ban në nëheti një muaj Mark Gjomarku në fshatin tonë, pra në pyjet fshatit tonë, se në fshatës bënë fjallë. E ka mbajt fshati jonë atë kompani të ratisush, as su pre kush nga ata, pre su eliminu kush, as su vra kush nga ata, sepse ishte baba si supermarse atyne, dhe në fund herës vendosën mu largue me shku me bajnë një takim në mbledhje në një pik të Malësisë, një pik. Atje u ndanë detyrat, baba u caktu pararoj me grupin që do të rrugtoshin së bashku me Marka Dogjinin, ish oficer, Marka Dogjin Leshin, ish oficer i Krye Akademin në Itali. Baba ishte i shkollum në Itali, po jo akademist. Një dy tjerë, John Mhili edhe ky, edhe ishin shumë 2-3 akademistë, e Mark Gjomarku në fund. Baba ishte pararoj, veti treti, Marka Dogjinin, këtë akademistin, Preng Gjergji Lurthit edhe baba, të tre pararoj. Ranë përpjekje, hecën gjithë natën, ranë përpjekje në Prosek, fshatin Prosek, e përlat, mes Proseku dhe përlat, edhe ranë përpjekje aty, hapën zjarë, qanë rrethimin, dulin to nga rrethimi, Mark Gjomarku mrapa me grupit, në rrugë drejtim. Nuk shkun mas këtyne se plasi pushka dhe në rrugë drejtim. Këto kaluan, Marku u vra mrapa. U vra Mark Gjomarku, kur shkun ke pika grumullimit, morën vesh sa vra Marku. Po,
Sigurimi i shtetit nuk e ditë sa është Marku. Baba përngjatë me Marku, si ngjyrë, edhe thirrën dajin, babdajin tim e thirrën me pa bib Markakolën, i Gjamarkaj. Se unë kam pas daj bardhok bibën. Pra bib Marku morën plakun me njoft se kush ambra Mark Gjamarku apo Gjin Frakmaca. Kur vot plaku, tha jo, tha, kjo ambra Marku Gjonit. Me vrasjen e Mark Gjomarkut, historia do të merrte tjetër drejtim. Fal edhe rolit që pati Bardhok Biba, pjesa dërmuese të arratisurve që i qenë bashkuar rezistencës, u dorëzuan. Ishte një dorëzim në besë të tij, por historia tregoi se regjimi do të hakmerrej egërsisht ndaj tyre dhe nuk do të kursente asnjërin, madje as vetë Gjinin që kishte bashkëshorte motrën e Bardhok Bibës. U ba, mi fjalë si u ba marëj, gjithçka se kishte bë organizimin për komunizmin, kështu thënë, nuk e la komunizmin me e kalu urën e zogut nalt. Atëherë, këto metën si berret pa që bën për ratisnin, se ky ishte kryetari. Bardhok Biba vendosi edhe qiti bani thirrje që dorëzohen të gjithë njerëzit në besë time se si prek kush nuk ka lidhur me gjak dhe kush ka vrakan. E bani mbledhje, i largojt sigurimin e shtetit, bani mbledhje, një ndërtojsht edhe baba em dhe i tha ti Gjin dorëzohesh. Bardhoku e kishte burrin e motrës babën. Edhe baba u dorëzoi 20-30 burra. Se tha s'ki një asnjë gjë, do të dorëzoj se kjo ishte politika mos me kriju armi shumë, edhe njerëz që s'kishin vese s'kishin qenë pak, nashëm të shkojnë ke shtëpia. Dhe s'kishin bashkë. Edhe pse ishin dorëzuar në besë të Bardhok Bibës, të gjithë të arratisurit do të përballeshin me hakmarrjen e regjimit dhe do të arrestoheshin të gjithë. Kur pa pritmas, i thomë ne ja pren këti në shpalt Merditës, voti zili ushtarak, i numërun emrat, i vonë zilt, i qonë në Shkodër, se ishim me qarkun e Shkodrës në atë kohë. Edhe atje e dënon, i morën pyetje, e dënon 8 vjetë burg babën. Për përmirësinë e pushtetit popullor, ajo Potenca, që është një fjalë, e thanë e para, e dyta ke marrë pjesë për zimin e pushtetit popullor. Ke marrë pjesë. Thuj po ndash jo, ato këte neni këshin fut, e dënon 8 vjetë. Bardhok Biba u mërzit shumë si mas gojlanave, edhe baba ma ka thanë, se si mi prejnë, si u kështë edhe në fjallën që nuk u dënëj. Edhe baba bani 1 vjetë, 2 vjetë burg. Nga 8 vjetë, 2 vjetë burg bani. Edhe shumë në njerëzë i qiti. Si ishte sekretari parë, kryetar dege, ishte i plot fuqishmin Merdit, Bardhoku. Ishte i plot fuqishëm se opinioni ishte se ky ishte edhe me shkollë, ky ishte edhe njeri që kishte mbështetje se ishte i derës Gjamarkut, me 2 kobure, si thonë. Ky, pra, edhe përkate e gjithë Merdita. Ishte figurë, jo se ka qenë dajem, po ka qenë figurë e njoftun e njeftan veriu. Pas 2 viteve burg të mundimshëm, Gjini lirohet dhe kthehet në familje, por historia e tij dhe sidomos ky burgim do të linin një njollë në biografinë e tij dhe sigurimi i shtetit do t'i qëndronte gjithmonë nga pas. Lirohet baba din ke shtëpia. Mirë po baba kishte edhe i motër t'internume në Tepelen. Për i shtëpisë Lufit në Kurbnesh, kanë qenë Lufajt atje. Ishte të shoqin të arratisën kjo, hala. Edhe vetja këshin internu halën me gjithë djale i vajzë. Djale i vdiq, vajza shpetoj, po në Tepel atje në Berat, atëhere. Baba shkoj atje, edhe i qoj dishka motrës vetë, edhe e thirri daja, me fjalë, Bardhok Biba, e tha, ke e qanë në Berat, po, tha. Po pse ke shku, tha, kam shku se kam motrën atje. Po kishte një mu kësë, ishin një mërnum, zotë në rrugë. I tha, mos shkoj shmo, nuk shkoj, tha mo. Erge shpia, baba më fjallë, i tha, të rish mirë,
Tha, du me ikë, tha, unë me ra në Mamurra, se kam motër të atje, tha, se kam prish, kam qenë në burgë, jo, tha, sa atje mund, nuk të luku është ty. Pali tregon se i ati kujtonte në atë bised edhe një detaj tjetër që lidhej me një paralajmërim. Gjini e njihte mirë mentalitetin e banorëve të zonës, u adinte pa kënaqësitë dhe e kishte paralajmëruar Bardhok Bibën. Po i tha, Bardhok, jetu sjell keq, tha, se si jetu shku vetëm, tha, ta po të vrasin Mirdita, si tha, së mbret Mirdita mu, Mirdita tha, ka vra krale mret, e ty të vrasin, o Bardhok, e na merë më qafën, e ne të gjallë të tjere. Jo, thot jo. E në u mbyll kjo punë, atëherë baba boni shkollën fillore vetë, mjallë, në atë ko, kishte në qef me e bon shkollën në Lurë, po ishin largë, nga fshati unë me shku në Lurë. Shtrez ishtë një shpia pak, unë ishte qendra. Bardhok Biba thirë babën, e thirë dhe kryetarin e këshillit Lurthit, edhe thot, njoni thot si të banin zanës më shumë, aty do të vendos shkollën. Mirë po, baba banin zanës më shumë, një nërëtor në motrën të me 13 vjeç që dhe një plasë parë. Se kështu ishte, atëherë edhe i banin zanës më shumë. Edhe thot, prandaj thot, do të vendoset shkolla në fshatin Ujë. I thot Bardhok Biba, i thot, tashtin thot, që të bëjmë për shtëpi? Thot, baba, na për shtëpi, i gjanë shtëpi nunë, edhe këshim një shtëpi, këshim kullën, na. Po, një shtëpi me drasa, edhe baba shtëpin, edhe sot i thomi aty ara shkollës. Bani shkollën baba aty, një fjallë, edhe në zanësit, mësosi i parë ka qenë një gjënë gjetë Lurthi. Mësosi i parë aty, masanej, erdhë Kolpicaku, një fjallë, e gjënë gjetë Lurthi ka qenë mësosi i parë. Ishte gushti i vitit 1949. Ajo që kishte paralajmëruar Gjini për kunatin e tij do të bëhej realitet. Bardhok Biba do të vritej në rrethana misterioze, të cilat historiografia ende nuk i ka zbardhur të plota, por ajo ngjarje do të ishte vetëm maja e icebergut, sepse ajo çka do të pasonte me vrasje masive në të gjithë Mirditën do ta trondiste gjithë opinionin. Pali thot se i ati nuk ndodhej në Mirdit ditën që u vra Bardhok Biba, pasi ky i fundit e kishte nisur për në Vlorë për të marrë një grup nxënësish që regjimi i kishte çuar me pushime në kampin e Vlorës. I thot shkon në Vlorë, e na merr kampistat, kishte që u vllain tim në kamp, në gusht. Dhe thot shkon na merr kampistat në Vlorë, shkoj baba atje me autobus, nga Arsheni, atje me marr kampistat, kur erdhe këtu me gjeti Bardhok Bibën të vram. Si është e mundur kjo, më qa ka ndodhë, më thot kanë vra Bardhok Bibën. Erdhe në natën, e thirrën babën, shkoj baba, e arrestuar në vend, ke shtëpia, e që ishin të njerëzit të arrestuar në Rshen. E në murën, për i pshat e që unë atje të arrestuar babën. I murën, i vunë makinë, i qëjnë në Shkodër. Ti nuk i del as i gjanë për brasin e Bardhok Bibës. S'kishte qa me i dalë, s'kishte lytë mensh. Në bast akuzës parë, që ishte dënu atëhere, e dënën 7 vjetë prapë, këte, për zdytë. Gjyqë shtarak, të 2 herë. Por ne na pat dek në nona atë vjetë. Si vranë dhe Bardhokun. Në dishtë në nona, ne na kështë dek në nona. I këshim met me plakët, gjyshin. Ajo na ka rritë. Me gjithë motër, 3 vjesë kam qanë. 3 vjesë pak shumë. Një fjallë. Kam qanë unë, vlaj tjetër ka qanë, motra ka qanë 1926, vlaj ka qanë i madh 1939, vlaj tjetër ka qanë 1942, ndërsa unë kam qanë 1948, 1945. Kam qanë një 4-5 vjeç kështu. Kam qanë, po se majmen kështu, nanë, ko di unë, se si. E kam dje, humbje e nanës, ajo la rrugash, po, qa me bo, kjo, në fund herës, kur e kanë largu nanën, kur ishte vdekun, më kanë quke i familje tjetër që mos ta shof. Këta e di edhe e majmen. Me baban në burg dhe me plagën e humbjes së nënës, 4 fëmijët dhe e ëma e moshuar e Gjin Macajt mbetën në mëshirë të fatit.
Gjini ishte ridënuar këtë herë me 7 vjet burg. Kalvari i vuajtjeve do të vijonte sërish në për kampe të burgosurish. Për 5 vite me radhë do të vuante në kampin e Shtyllasit në Fier dhe vetëm pas 5 viteve do të kthehej në shtëpi tek fëmijët. Pali kujton se ato vite ishin mjaft të vështira për të gjithë familjen. Si dënuar politik, Gjini dhe fëmijët e tij do të përjetonin një presion ende më të madh se më parë. Vështirësitë ekonomike, po ashtu i shtoheshin presionit të gjithanshëm. 2 djemtë e parë nuk kishin mundur të shkolloheshin përveç 4 klaseve të fillores. Për t'i dhënë një mundësi Palit që të kryente 7 klaset, Gjini e dërgon djalin tek e motra e tij, por pa e ditur se një tjetër prit i ishte ngritur nga sigurimi i shtetit. Sigur kisha dalë me notat mira, kishëm dhe 2 vllazë tjerë para vetit, po me 4 klasë shkolla ato, mundësi me shku në shkollë si qëtë e kush. Vetëm ka 4 klasë, motra, 2 vëllezërit, unë jam më i vogli. Shkollë 7 vjeçare fshat jem s'kishte vish fillore, shkollën 7 vjeçare kishim shumë larg, në qënë ke motra vetë në zhej të Kurbinit. Kur erë me mu me në shuke motra, neti 2 ditë aty, kur u këthyë, i thanë të kërkojnë ndek menshme se t'janë ngatru disa dokumenta për shlyrjen e detyrimit tokës, si kanë qenë tatimet e këto gjanat. Edhe e thirrën, po unë në shkollë, ka ishem nxënës, klas 5, e qenë babën, e thirrën kur shkon në fshat ky, nga Kurbini. Shkojnë ndek menshme e arrestojnë. Ndek menshme, 30 ditë i hum baba, erdhën vllazit ke unë tu me kërku babën se a thu ka arë këtu prap. Gjallë si serë baba, se s'kishte sa kështë arë ke shpia, e shumë ndek menshme këto me men a thu ka arë ke unë, baba. Pyetëshin ndek menshme, thoshin s'dim gja. E shoqërun me këshill, me kretar këshillit prik e shpia me ndek menshme. Edhe kretar i këshill të erdhe nuk na tregote, na qaj ke shpia na kalamajt se na ka hu baba, hupi baba, me mentona. Ata pësan pa arrestuhe shumë në Tiranë. Në hetu si e pysin, që e pysin atje, që i pyt, kanë ra diversantar në mërdit, a kanë arë këtia, s'kanë arë dhe ke bashkëpunu me to, s'ke bashkëpunu, njëllë do akuzat zera. Baba ishte, s'kishte bon asë i gjanë, dhe s'kishte si mi prenu, se s'kishte bon gjanë, me gjitha ta ishte i rraf me ato punë. Edhe si kur ti kishte bon, ky ishte dite se që pret, në qëtë si i prenoj. Neti atë natë, i thot i prokurori, i thot për mu, thot, edhe nesër thot lirohesh, për mu. Se gjatë gjithë ditë që në mërshin në pytje, i lezën dhe potensin, firmoste, edhe nesër prapë e thirshin po ato fjallë, po ato në fund i tha, për mu tha nesër lirohesh. E në këtë fletë rahat në menë se nesër lirohem. Trupi gjykus nesër, doli drita, doli në trupi gjykus, trupi gjykus i thot, do të shkësh në lushnje për pak kohë. Sa vjetë të vjen dënimi mrapa. Edhe internim dëbime, si quhet, edhe shkojnë lushnje ky. Kur i shkojnë dënimi 5 vjetë. Në fund të viteve 50, pas një kalvari të gjatë të vështirë të dy burgimeve si armik i komunizmit, Gjin Frok Macaj po kryente një tjetër dënim, tashmë si i internuar në kampin e lushnjes në Savër dhe Rapës. Atje do t'i ndodhte një e papritur e fshet, të cilën ai nuk e mësoi kurrë saqë gjallë. Të vërtetën e mësuan vetëm fëmijët e tij, pasi diktatura ra. Regjimi e kishte dënuar me 3 vite internim në lushnje, por drejtuesit e sigurimit në kamp i kishin thënë se dënimi i tij ishte 5 vjet. Madje do t'i thurnin një reng që ai mos ta kuptonte duke u kthyer gjoja me leje për disa ditë në familje dhe të kthehej sërish në kamp për të vijuar dënimin edhe 2 vite të tjera. Gjini nuk e dinte se ky ishte një reng i sigurimit të shtetit për ta mbajtur atë larg familjes dhe vendindjes dhe për ta pasur në survejim të plot aty në kamp. Siç tregon Pali, djali i tij, i ati Gjini nuk e mori vesh kurrë këtë gjë, madje edhe fëmijët e tij, derisa diktatura ra, e dinin se i ati ishte i dënuar 5 vjet në lushnje. Mos i bani 3 vjet baba, internim, i thot operativi sigurimit, o Gjin, thot bëj kërkesë, thot e shko shife plakën e fëmijët në fshat.
Po kush në pleje mu, më thot. Pa tha, je sjell mirë, tha. Po mirë, tha, em sjell, ke punu mirë, po mirë, tha, kam punu. Po bëj kërkes. Po tha, kush në pleje mu, më thot, bëj kërkes, thot, s'di me e bon, thot baba. Ta bëj unë. Tha, baba, kujtoha, do më fut në burg, se të fuqë nga internimi, të qoshe në burg. Tha, e boni kërkesën, aje, mas një jave, tha, merë me letrën do gjint, ka dal leja, 15 dit leje, me shku me pa plakën. Faleminderit, tha. U turprova, tha, ka shokëve se më qushin besnik, se ishte emrin ky, se ky kishte me Margjamorgun dhe s'kishte prenu me pre Margjamorgun. E tha, u mërzita, tha, nëse merr leje, tha, se së mbesoshin njerëzit, sa kujtoshin se në qa këm bon. Erdhi neti, kishte bon 3 vjet, erdhi neti 15 dit, mas 15 dit, shkoj prap në internim. Atje, bon edhe 2 vjet tjera. Pali thot se ato 2 vjet internim, i ati i kishte bërë pa qenë i dënuar. Askush nuk i kishte treguar se dënimi i tij kishte përfunduar dhe ai rreng i asaj leje 2 javore kishte qenë pikërisht për këtë gjë, që ai mos ta merrte vesh kurrë. Dhe vërtet, ai e kreu dënimin, u kthye në fshat tek fëmijët, kaloi vite të tjera të vështira në presion dhe survejim dhe u nda nga jeta pa e marrë vesh kurrë këtë fakt, të cilin e zbuluan fëmijët e tij pasi regjimi ra, ndërsa kërkonin në zyrat e shtetit dokumentacionin për të vërtetuar vitet e dënimeve të jatit në diktaturë. Ti si kishte kallëzu, kush bani në 2 vjet tjera ky baba. U kthy puna tash ka ne. U kam na u rregullu me baba u rritën, po pa martume, ishim të tre, ishim bona unë, mbarova ushtrinë atëre, se në shkollë kun së më prenë unë, që mbarova ushtrinë unë, 2 vëllezër tjerë e kishin marru para nesh, para meje, po gjithë një të e zanë nga një djetë ushtri njani tjetën, që se përmante ligji, du të marote njani djallë ushtrinë, shkote tjetëri. Ne gjithë një nga një djetë e kemi zanë njani tjetën ushtarë. Pali thot se edhe periudha e ushtrisë ishte po ashtu e vështirë dhe sfiduese për të. Punonte përtej kapaciteteve të tij dhe nuk i jepnin kurrë qoftë edhe një lëvdat. Unë isha më i vogli, shkova në ushtar në Qerm të Lushnjës. Vish ushtar e kishe menin se ushtar si shumë asunat, shokë mi që ishim në të repart. 2200 në Dushk, po në Dushk ishte batalioni, degët kishin Qerm, Grabjan, Gradisht, në ato zona. Pantol të shkurtën ushtar, dhe që ne kishim. Marova ushtrin, një ushtar shembullor, rështeri që ishte komandant i tokës, më shënë emnin me më gradu, se si në hek gradat, një fjallë, në 64. Më shënë emnin me më gradu, më thanë palë me na falë, se ashtu, kompania, si ishim tot kompania, sot dhe ishin zonat prekun ishim gjithë, po se pas e shqandja ka që i prekur unë, nga regjimi nuk e dishem, sepse në dëshmita pas e shpas, baba em është agent i Italijës. E kam në dëshmit, si kam të rehek. E pas e shpas në ta, ka marrë pjesë për zimin e pushtetit popullor, kishte marrë sak, në luft me Albaz Kupin. Shkojnë 2 muaj, 3 muaj, në qenë emin prap, oficerat, ushtar shembullor, unë, në rapart, me më gradu, prapë se më gradojnë. Në një kohë, kër herën e tretë, më transferu në këshin vetë një 4 muaj, në Zalë herë. Me hap tok 3, atje në ato tapizë, në ato zonat. Edhe këtu ma qunemi me më gradu, së më gradoj kush, 3 herë. Unë pra isha nepi i Bardhok Bibës, si herojt poplit, unë. Po ta më po babën e kisha Patris Frondi, baba kuna regjimit. Po ta mërë këtej, nanën e kishëm në gjaku i herojt. Pra ishin, po t'i afrojsh, disha i përgjysmumun, po t'ishte puna. Edhe mi e thanë kush ati qitit, pse për karakter, po është i nepi i filanit. Po asu bide në men se ku jam nipun. Edhe vitet pas ushtrisë do të vijonin për njësoj në fshat, si për Palin dhe 2 vëllezërit e tij, ashtu edhe për të atin, tashmë në moshë të thyer. Por, pavarësisht se ishte i moshuar, për regjimin gjini mbetej armik i rrezikshëm.
dhe nuk e rreshtnin kur luftën kundër tij. Jemi ba një luftë që kishim frikë me shku në mbledhje, kishim frikë kur i shoshin bahim mbledhje aty, shoshin fjalë babës, se ishte i vjetër baba na bate hizmet ne, se s'ishim të martuar. Edhe kur thoshin se dali gjini mbledhje, dishim se atje babën e kanë tabelësinë ashtë çfarë po bëjnë. Pali përmend një rast pas vdekjes së gjyshës së tij, ku veç për një fjalë që kishte thënë i ati, inskenojnë një mbledhje të hapur dhe poshtëruese kundër tij. Na vdiq gjyshja, ajo kishte lënë me amanet, me mësu ke nana ime, ku ishte vorros nana ime. Pra, im pa thënë në mërdetorët me hini i vorr me nanën time, edhe kishte lënë me amanet, të mësoni të më vorrosni, i thome ke shënkollin, si ishin hap vorrat e reja në fshat. Po aty s'ishte një gjithë në kushvisht, një vajzë ideal, një kryetarit kooperativës edhe e kryetarit këshillit fshatit. Po baba pak si me humor, thot nuk hinë nana ime aty, thot se janë komunistë ato. Ato ishte pak si humor e pa thënë këtë punë, po. Edhe nena e thirrën babën në mbledhje, erë kryetari degësi, shtetje, policia, e zotje, e ditëm se janë të arrestu, po unë isha në mbledhje, se unë punosha në fshat, një vllai tjetër kishim punë, e ishte një vllai tjetër, po snolli aty atë dita, ku diun. Më thirrën aty në mu, u bën mbledhje, djalë ishin gati me hekrat. I thonë babës, i thonë, ti ke dashur të përmirësish pushtetin popullor. Unë tha, kam dhënë tha këtë llogari, kam dhënë llogari dhe jam dënuar tha për këtë punë tha. Tash më shat, jo, ti ke dashkare, një dy gravora të fik, mbledhje u bën kërdia këtë punë. Tha edhe 10 i thaj sheti degës, mbrëmshme edhe 10 tha që ka hangur ujkun në mal, tha ke gisht ti tha. Po tha si kam thënë ujkut shkoha 10 e kooperativës. E kam kurdison. Po mulliri tha si o djeg tha, dhe ke mulliri tha ke e dorë tha ti. Po tha kam djeg mullinin tha unë. Esë gjithë shka si bjen me më tha. A ka kam të shpis këtu këtë, tha po, tha që ke ka djali, një shumun, në taj bashkëndrisë. Qo tham kom, qo tham kom. Tha, o baba i të ky, po, tha shpo. Me tha, që do të thush për ta? Thash, baba em. O baba em, thash, më ka thonë, kam qenë një ratisën, kam qenë burg, kam këta, kam bon këta, i kam shlyje, më ka falë shteti, dhe sot jam këtu. Tha, vle letha se zdi, tha, ke kokën e babës tante. Tha shumë, u që njani aty i fshatar, tha, me qanë, tha, baba em, tha, unë, tha, nuk rri me ta, tha, e shduk. Në unë, thash, kom pas shef, thash, me qanë si, baba jo, thash, po kështu ma fali zoti babër mua dhe po e përballoj. Në fund herës, tha, shefi i degës ushtarake, tha, po që ti ke bërë, tha, që të tëra, tha, që tani, tha, e marrë me veti. Një fjallë, tha, baba s'pas e shbon qanë, në mes mbledhjes. U mbyll mbledhja, baba ka shtëpia, na punoshim në kooperativë bujqësore, shembull në kooperativë për punë, jo se na njifte kush, se shembull ishte se bëshëm 300 ditë pune, që 400, 2 vllazën na. Pali thot se pas kësaj mbledhje, në familje do të pasonte një periudhë disi më e qetë. Pasi martohen 2 djemë të mëdhenj dhe pas disa vitesh me një histori plot pengesa martohet edhe vet Pali, i ati Gjini do të përjetonte edhe hijen e rëndë të presioneve të sigurimit që transferohej sa tek ai tek i biri. Ishin fillim vitet 70, kur sigurimi i shtetit nis t'i bëj presione direkte edhe Palit, duke kërcënuar se një burgim i ri i kalnosej të atit të moshuar nëse ai nuk do t'u bindej urdhrave të sigurimit. Pali thot se ishte periudhë shumë delikate, por që do t'a kalonte me kujdes fal udhëzimeve që i jepte i ati. Unë të qanë pak si qoshin, pak si djali shkafet, punoshëm kooperativë, po elektricist në fshat. Po nuk më pagushin me rrugë, po me ditë pune. 15 ditë pune me fshin mujt, 15 i bësha punë. Nga viti 70 kështu, punosha në kooperativë bujqësore, 15 ditë mi jepshin, unë kisha dhe i fshat ma tanë, që ishin
brigadieri atje, kur punoshëm atje mjet e vërtetim, ka punu këtu, në brigadieri këtu i kalote ditë e punës, edhe më shtë thonë, mos e ki problem, are këtu sa herë, kur të vish këtu të napim na ditë e punës. Po shkoshëm një farë distancë, se në vite kesh me shku me marrë ditë punë kot. Jo kot, po punoshëm atje, s'qa punoshëm, lidhëshëm i tela, i shtylla, i gjanë, disë qatë atil. Edhe këtu në fshatarët ishte 60 shpi, edhe këtu kishin jo i defekte, jo i linje, jo i gjanë, po i thyrë, i kresha shpet edhe punosha në bujësi. Edhe po në muajin prill, po millshim me parmen, ne. Po ishëm marrë pjesë në Spartakiada, po jo në skuadrën e Ershenit, se së mprenoshën atje në skuadrën e parë se quhi. Pra ishëm marrë me aktivitet sportiv, njifëshëm. Tu ga qëtë atje, i thomi na 10 pensje e resht, kur vjen një nga Ersheni, një roj rridhe në Ershen, nga i fshati si për Lurthit, i poshtë tanjone më kara, 1.000 letrë në dorë, dhe mja nep, këtë ajtë frontit, atë letrë. Edhe më thyrë mu, tha, të thirin, tha, në Ershen dek menshme. Kjo është shumë me... Të thirin dek menshme. Thash, pse që këmë bon, tha, nuk e di, tha, të thirë operativi i sigurimit. Filani, s'pojzo me emën. Si mërë, po, anë e dita se marrë kjo punë. Thashë, tha, po do të shkojsh me jarë mbajtës, original si baba. Sigur këshin thirë babën kërë këshin arrastu, me jarë mbajtës, në kitë kërtarën e frontit. Shkova ke shpia, i thëmë babës kështu, thëmë, do të shkoj kafë shpia filanit, se do marrë, thëmë kanë thirën dek menshme. Si mërë, po, i shku në lotë babës, u falë me mu, baba, atëhere. Se e ditja i se ku jem të shku, unë e diti mirë, tha, e pas këtë në regu, tha punë, po. Baba u lodhë ma shumë se unë, se këshëm të i hirë në asaj punë e me e ditë se si është ajo punë. Edhe më qëjnë mu, më qënë drejt të ndek menshëm i fjallë. Përballja në degën e brendshme ishte delikate, e kishin sjell aty nën kërcënimin e armës, siç kishin bërë me të atin dikur. Në mendjen e tij, Pali çonte 10 variante ngjarjesh në pak sekonda. A do ta arrestonin apo një tjetër kurth ishte ngritur për të? Shkoj ka e operativi sigurimit, punoj si i sigurimit. Edhe i thot ti ktheu ke shtëpia, i thot ti fshatarit. Pa shkollë ishte shkollë, 4 klasë shkollë, atë do të pa me. Edhe ky kthehet ke shtëpia më ban aty mu. Thot ti e filani, thon po. Se thot punon mirë ti, punoj. Sillesh mirë, mirë sillem. Thot po, ç'a ti bëm aty babës tan, thash, ç'a më i bën babës, son baba em, thash. Po thot, ndëgjoj thot ha. Thot a e një bon partinë ti? Po. A e do në partinë? Po, e du partinë. Tha, a do me një mu partinë? Po, ku t'jetë mu një mu? Babi jotë tha, rrezikohet. Për qa? Ka qanë, thët, me do njerës, thët, edhe nuk ka fol mirë. E kanë raportu, thët, edhe është në rrezik, tha. Ty banë si dush, tha. Dash me shpetu babën tanë, tha, e ke ndorë ti. Baba ishte 60 vjesmi, darë kocat në burg. Jo, thash babën, me shef selan, thë më neshtu. Pra, tha, me në ndimu, tha, ne, tu të është një mojnë. Tha, në fshatin të uj, tha, vjen në shtrez, nuk Pjetër Gjamargu. Ky ishte deklaru sa këm vra Bardhok Bibën. Unë ishe me njepi, a ishte Gjamargaj. Thot, ti e elektricist, gjitha mundësi, ti djali pregaditur je, kimi të dhona se ti ke mundësi me kap në Pjetër Gjamargu. Po erë në fshat, ha, në tjallën thash se unë e kap. Në Pjetër Gjamargu, e kap thash. Se kishin, po e dishe mirë se s'vitet nuk Pjetër Gjamargu, se shte budal më ardhë në 17 në gje, në fshat. Me po në shoshe mirë me atë familjen, si ishte e motra, me nuk Pjetër Gjamargu në atë familje. Shoshe mirë, ato dishen shoshe mirë, si që tjerë të shoshe mirë, po më doshen edhe fort. Ato, thote, po do të vish të tokohesh, thote, për gjithë hane. Thash, unë sënë vi për gjithë hane, po
kur do se të vinë, mund thot, deklaro këtu, thot, se vinë, po, deklarat vinë, tokoj, me ju, në regull, u gëzon ato boll, shkova unë ka shtëpia, i thom babës, vetëm babës, jo dy vëllezë, thom këtu më kanë. Tha ki kujdes, tha se do të bëhen akuz, tha ato, tha se qatë punë kanë ato. Thash s'pata rrugë që me mërë, tha shumë mirë ge bon, se thash që të u bon puna keq. Shkova një të hanë unë takë, ato që ke me në dhanë, unë e disha për këto dy personat, se ku shenë, me hameni, po e dishem se janë spionat të dy, edhe që i kanë thënë babës, që ka thënë babës se kështë e shku në malë, me të kështë një dy dhe i ratë, se babë, ato do dhe i tjera, se që kanë fëllë, se e pyta babën. Thotë, filoni, thomë, kanë thënë, e dishëm këtë fjallë, këto fjallë, si këshin bo akuzë babës, që thëmë, kanë thënë këto dy babës. To knaqen ma kur e bona me shkrim unë këtë punë, në regull, u bon regull këtë punë. Shkova dhe i herë tjetër, më i thonë mu, qa na ke prunë, qa me prunë, të më s'këm shabjes, të shem sakë, material, qa me shu, në qa me shu. Se hajtë që po thëmë se nuk du me thënë sot, unë plasë si për atëherë si sot. Si shem qa me shu, kush ka arë ke shpia jote? S'ka arë njëri ke shpia me, zve kush, jo vjen. Vjen njëri afer të jemi, i afert më ishe motrë. Qa me ardhë? Kush ka ardhë ke shpje jote në këtë javë? Thëmë, s'ka ardhë kush? Këtë 15 ditë se s'shkoshe mund. Kush ka ardhë kush? S'ka ardhë kush? S'ka ardhë tha. A ka ardhë filoni? Thëmë, kom harruhe. S'ma mor meja më i ti. S'ma mor meja se s'më shkën men mund të shkretit se e ban filoni atë punë, edhe sot në vjen të meri. Pasa qanë i shqitun, a i dreshnumaj më. A i pasa qanë unë i shkreti, për këshim tafërt më, për se dita unë i shkreti, më patën sfidue. Këto. Pali shpjegon se edhe vizita e tij në shtëpinë e tyre kishte qenë e dirigjuar nga sigurimi i shtetit. Ata po e vinin në provë Palin nëse do të raportonte apo jo para tyre, por ai e fshehu atë vizitë duke qenë i sigurt se askush nuk e dinte që ai kishte shkuar natën dhe kishte dalë natën nga shtëpia e tyre. Po erdhi natën ai, natën e dilte natën ai, fjalë tu dal drita. Edhe unë thash, edhe bisedën e kështë të regu se shatë bisedë, tha ke qenë aty, tha kur kanë full baba jot me ta. Po s'full të baba, si besot e asë mu, për shembull bje fjalla, si ishte rrafaj me ato punë. Thom me më falë. Në këtë periudhë të vështirë të jetës së tij, Pali tashmë i sapo martuar kishte gjetur si rrugëzgjidhje për t'u shpëtuar presioneve të njerëzve të sigurimit, largimin nga Mirdita. Ishin transferuar në Lezhë me shpresën se atje nuk i njihte askush dhe atje larg presioneve dhe survejimeve do të mund të ndërtonte i qetë familjen e tij të re. Por edhe pse sigurimi ishte kujdesur për ta mbajtur të lidhur Palin, ai thotë se nuk ju ishte nënshtruar, duke refuzuar hapur bashkëpunimin me ta. U transferova, erdha në Lezhë, edhe ndjen në Lezhë mu e këshin shu ato dokumentat ato, se është i juj, vjen në Lezhë. Ato s'shkoj hiq. Në Lezhë së mbora me to, s'shkova hiq pare, së marrua me to. Ja, edhe kë ishte kretë esenca e jeme që dosha me shly këtë punë, se më kanë shu mërë mbajtës. Jo se më thirë filoni se është, më kanë shu mërë mbajtës, të shkëqërum. Për Palin, ishte i rëndësishëm rrëfimi i kësaj pjese të vështirë të historisë së tij, pasi kishte ndodhur në një moment delikat. Ai ishte çuar në zyrat e sigurimit në kërcënimin e armës dhe ishte kërcënuar më tej se do ta fundosnin përfundimisht atin, duke e burgosur për herë të tretë në moshë pensioni. Ai thotë sa ato kushte mund t'i kuptoj vetëm dikush që ka ecur me këmbë mbi prush dhe që e di mirë sa dhemb ajo histori. Por kur djalli ngërdhesh dhëmbët, duhet t'i përgjigjesh me zgjuarsi. Edhe pse i detyruar prej kushteve të jetonte larg vendlindjes, Pali thot se i ati i kaloi vitet e fundit duke ndarë kohën mes fëmijëve të tij, por ishin vite të vështira dhe nën presion
edhe pse i shtyr në moshë dhe në prag të vdekjes. Në shtetë mërshme, vetëm, thote baba, të kem të foli lirisht, nuk du që dërzotit të tregoj se kushini atyne personave, fshatit atë që ishin pa shkollë fare, kishim kretarin e këshillit fshatit 15 vjetë pas i klasë shkollë, ta brigadire përgjese, se ishte me biografi të mirë. Pali thot se të paktën në ditët e fundit të jetës së të Atit mundi t'i qëndronte afër. Vdekja kishte zënë prit dhe për Gjinin, pas asaj jete të mundimshme, do të ishte vërtet një kapak floriri, por a do të ndalej urrejtja dhe armiqësia e regjimit ndaj familjes së tij? Ai që nis, një fjalë baba, pat ardhen e të ke unë, pat ne herë me 2 vllazit atje, pat ne ka i herë edhe ke unë atje, edhe herën e funit që nis me ardhë ke unë, edhe ra ke motra në Mamuras. U s'mu atje, na që unë fjallë se në s'mun, shkojnë 2 vllazit atje, murën njofturën në mu, shkova atje, neti një 15 dit, dhe pushoj. E morëm me varrosna, s'vite kush me varros, absolutisht. Erdhën një 2 djelmë të ri, kështë që u baba i vetë, një familje shumë e nërume, e fshatit, i kështë që u jati, që në kohët për para këshim pas hasmëri me to. Ne i shëj 2 djelët, e hapën babës borën, e varrosën babën vetëm ne, e këshin ardhë një 2 kushërin nga Prlati. Edhe i thirrën dek mrenshme këto, pse keni shku me varros gjinë frokmosën. Edhe njëri nga ato, pse ke shku, thanë, me varros gjinë frokmosën, tha kom shku, tha se unë tha kriminellat, tha du mi varros krejtë, ku tjerën, se këto e kriminel, në mi thjallë në kodë partijës punë, sa bile e kom shkel dhe me kom dhevën, dhe më të nashohet mo. Një humor, ka një thjallë humoristike. Pra, kom thjallën si baba, marej